Përshëndetje për shikuesit e emisionit Familja Jonë, po flasim nga Klinika Gjermania Syve në Prishtinë. Sot do të flasim për korrigjimin refraktiv ose për eliminimin e syzave. Realisht në klinikën tonë përdoren disa metoda për largimin e syzave. Nëse flasim për largimin e dioptrisë me anë të intervenimit laserik, atëherë ne përdorim femtolasik. Është në metodat më të avancuara ose më të reja që përdoren në aspektin e intervenimeve të kirurgjisë refraktive. Tash, ne ndëgjojmë shumë shpesh, domethënë se largimi i dioptrisë po bëhet, ashtu më shpesh do të bëhen me dy mënyrat realisht. Femtolasik, ku kemi krijimin e flapit, ku gjatë intervenimit pacienti nuk ka dhimbje, po e mira që pacienti jetë të nesër, ose ditët e tjera nuk kanë dhimbje. Krahasim me metodën që thuhet pa prekje, pa dhimbje, realisht, është metodë që ne e bëjmë që 15 vite. Duhet të kuptohet, në momentin kur bëhet intervenimi, në atë kohë kur është syri me anestetik, nuk ka dhimbje. Po me këtë metodë, pacienti disa ditë pas intervenimit mund të ketë dhimbje. Ne shumicën e rasteve në klinikën tonë, largimi i dioptrisë bëhet me anë të metodës së femtolasikut. Ka disa kritere për largimin e dioptrisë. Gjithsesi duhet të jetë në 3 kryesorët. Duhet të jetë mosha mbi 18 vjeç, duhet të ketë trashësi të mjaftueshme të kornesë që të mund të bëhet intervenimi laserik, dhe e treta është që te ai pacient mos të kemi lëvizje të dioptrisë. Në qofse pacienti gjatë përcjelljes së dioptrisë po sheh që ka lëvizje ose rritje të dioptrisë, atë nuk preferohet të bëhet laseri në atë kohë. Duhet pritet që dioptria stabilizohet, pastaj të mendohet bëhet intervenimi laserik. Për arsye se laseri e hek dioptrinë që është për momentin, nuk ka mundësi me ndalë rritjen e dioptrisë.